Jemi tash në pjesën e intervistave, fillimisht kam trajnerin Donat Honak. Trajner, thjesht vllaznimi e dominoi skuadrën e PES në pjesën e lojës. Po me edhe statistikat që ka shënuar 62 pikë nga kjo pjesë e lojës, a mendon që vllaznimi herët e kuptoi edhe si themi pikën e top të PES dhe sulmoi nat pikë? Mendoj që po, definitivisht po. Ata kanë vendosur që këtë ndeshje me lojën lojtarin e qendrës jashtë, me luajtë me shpejt me lojtar me atletik dhe mendoj që është shfrytzuar mirë. Gjithashtu trajner patët edhe një impakt shumë mirë edhe për lojtarëve të bankës, ata edhe një kontribut dhe energji, a mendon që edhe energjia dhe kontributi i bankës e mundsoi disi vllaznimit të mbajë konsistencën në rezultat? Patjetër, unë fillimisht po dua mi falenderu trajnerin Rajko, i cili ka bërë një punë të shkëlqyeshme. Domethënë unë jam veç 2 ditë me ekipin, unë besoj që ekipa ka kualitet, thjesht vjen me besu në lojtar edhe besoj që sot e kanë dëshmuar këta që janë në qendje kur beson dikush me jap maksimumin edhe besoj që po ashtu normal mi falenderu dhe lojtar për kontributin edhe angazhimin. Do vazhdosh të jesh trajner apo do të vini trajner i ri? Nuk e di, nuk ka pyetje për mua kjo. Okej, faleminderit Donat. Faleminderit. Ishim edhe me trajnerin e vllaznimit Donat Honak, pyetëm në lidhje me ecurinë dhe lojën e mirë të vllaznimit që e bëri në pjesën e lojës, për të pritur tash edhe trajnerin e PES Greg Gibson.